në kushtetueshmërisë së Republikës së Kosovës, me shumë respekt. Se pa temin kështë të një? Fatmiri. Fatmirit muna me ndonë njëherë në mirë besim një email që i kom dërgu kryeministit vendit Albin Kurtit, kur ne jemi sulmu prej Serbisë përmes organizimit paramilitare ushtarak në të Radojqiqit. Ato i kom drejtu një email Albin Kurtit, ndoshta ma vonë, ose kur të përfundoj karrierën politike, kom e bë dhe publike, ato shihet për mosat e gatishmërisë time për me mbrojtë sovranitetin e vendit. Ka ndonjë detaj apo? Interesant mundet me qenë. Ta zomë ata që po i publikojnë do emaila që kanë komunikuar, edhe për shkak se e kanë marrë atë shtëpizën se kur kam qenë ministër, le të publikojnë që email, me që se po i publikojnë do emaila tjera këtë parancishme. Se e posedojnë. Çka mund të ketë aty se tani na bëre... Jo, interesant është, se është pikërisht... I gaçë me marë pushkën? Le të publikojnë ata që po i publikojnë do emaila tjera. Publikohet ti para atyre. Ja, është subjektive, Zoti Peci, kjo është studio ekskluziviteteve. Po, studio ekskluziviteteve, po... Ato unë e kom shprej gatishmërinë që me dhonë gjithçka për Kosovën. Ashtu kështu më kam betë merak si 16 vjeçar që si më kom pjesë e UÇK-s, e kom pa një mundësi të mirë që me dhonë kontributin e rrethon tjetër. Si e shihni këto, se do t'ja jap edhe nga një pyetje se Burimi ka bërë gati intervistën. Si e shihni këtë gjuhën që pjesa e atyre që kanë sakrifikuar më shumë din atë çfarë ju e keni dashur që natyrisht ta